Në Upwork nuk ki nevojë me dërgu CV e leje ma me kam pjesë e proceseve të mundemta të rekrutimet. Krejt çka të nevojitet është me zgjedh punën që ty të përshtatet edhe me apliku. Hajde të shohim para se cila është mënyra e duhur e aplikimit në Upwork që ta garanton ty punën e parë. Qysh e kemi folur në videon para praka, fillimisht duhet me siguru që jemi duke zgjedh punën e duhur, e cila është ajo që na jemi duke kërkuar dhe është brenda kërkesave që na i kena në bazë të pakës edhe orarit. Perfekt, hajde të shohim një punë e cila mundet me qenë ideale. Okej. Po supozojmë që kjo është puna në cilën ne po duhem me apliku. Po thot Amazon Product Research, Sales Research. E shikojmë se çka është duke kërku klienti, sa zakonisht pagun për orë, sa e ka hire rate, sa ka shpenzu, edhe sa aplikime për atë punë janë. Okej? Edhe shohim se çka është duke kërku. Research product sales on Amazon, product research, screen cleaners, spray for iPhone. These are the top 5 selling screen cleaners from Amazon. Need to estimate on their monthly sales volume and amount. Need to understand your research process and tools used to validate the final research and information. Perfect. Momentin që ne jemi siguru që jemi duke e kuptu punën edhe përshkrimin e punës, edhe është diçka që na mund me realizu, klikojna në Apply Now. Okay? Edhe shkojna poshtë, për arsye se kjo është një fixed project, fixed price project, ne kemi me pas 8 terms, ndarjen e buxhetit by milestone ose by project. Nëse selekton by project, ti thush që këtë shumë ti do me marrë në fund projektit, kur klienti vetëse e ka aprovu projektin. Nëse shkojna by milestone, ti mund është me ndo këtë buxhet, për shembull do supozojna që e thona first milestone, edhe dojna me marrë momentin që na e fillojna punën, edhe thona $15, edhe thona second milestone, e unë me ba beginning of the project, end of the project. Edhe supozona që kjo punë nuk na e marrë më shumë se 2 ditë, edhe e zgjedhim $15 tjetër, $15 tjetër. Edhe e shohim sa ka më najnala worko dhe sa e morëm na në fund. Më pas këna me zgjedhë se sa gjatë ka më najmorë këtë projekt. Që kjo është një detaj shumë i rëndësishëm që ti duhesh me pas parasysh dhe mundet me qenë njëri nga faktorët që ty është duke të penalizim. Një detaj tjetër kur flasim për ndarjen e buxhetit, për buxhetet të vogla si kjo këtë, unë të rekomandoj me shku me by project, do me thonë në fund projektit të e merë komplet buxhetin. Nëse ki shumë më të mëdha edhe jetu dorë që me marrë pjesën më shumë në skalën dhe me pas pjesën tjetër, atëherë mund është me zgjedh këtë formën këto. Okej. Më pas e zgjedhem se sa dona na që me zgjat projekte. Varësisht nga përshkrimi për punë, na dona me selektu atë timeline që është real, po dhe në tjetrin kohë në timeline i cili klientit i konvenon. Për shembull, nëse është një projekt shumë i madh që ti merr ty po supozojmë 6 javë edhe 3 muaj, atëherë normalisht ti s'mundesh me thonë valla e ta kryejnë për më pak se 1 muaj. Atëherë ti zgjedh 3 deri në 6 muaj që ti e përfundon atë projekt. Po nëse e sheh që në job description klienti e ka specifikuar që hey, mu po mdohet që kjo punë për një periudhë shumë gjatë kohore, ose po mdohet që kjo punë tepër shpejt, atëherë ti e modifikon këtë pjesën këtë, timeline e projektit në bazë të kërkesave që klienti ka. Një element gjithashtu shumë i rëndësishëm te përshkrimi për punë është me lexu kërkesat që i ka klienti. Në punë specifike, ti mund është me pa që klienti kërkon që ti me startu cover letter me një fjalë specifike. Për shembull, nuk është që jemi duke e parë një shembull, po në fund kur e lexon komplet cover letter, te e shën një informat, për shembull, thotë startoje cover letter me fjalën blue, për me mujt për me marrë këtë punë dhe me marrë konsiderat profili yt, për ndryshe nuk merret në konsiderat. Kur shën rekomandime të tilla, atëherë ti me patjetër duhesh me startu cover letter me atë fjalë. Sigurohu që je tu e lexuar me vëmendje cover letter, përshkrimin e punës, edhe që ndryshimet në cover letter edhe cover letterën tonë jetu e ndërtuar në bazë të përshkrimit për punë.
Do me thonë, cover letter duhet me përfshi eksperiencën tonë, qysh më nëshmi kryti pun klientet dhe pse personi duhet ti për këtë punë. Edhe që do të rria ne me pa tjetër duhet me vendos në cover letter. Edhe normalisht linkun e portfolios, i cili vendoset veçanërisht për profesorët që lidhen me kreativitetin dhe dizajnin. Tash na përshojnë që në qëtë aplikim për punë, po na kërkohet me bë një research për top selling screen cleaners, okay? Selling cleaners brand on Amazon. Po thot need to estimate on their monthly sales volume and amount. Edhe po thot need to understand research process and tool used to validate the final research and information. Okay. Çka është tepër e rëndësishme është që cover letter mos me kanë stër ngarkuar, po me kanë drejt për drejt, edhe me kanë shumë e thjesht, e kuptueshme dhe me adresu problematikat e klientit. Mos e bë cover letter ma gjatë se 2 deri në 3 paragrafa, edhe vetëm fokuson ato se çka është duke i kërku klienti. Edhe në këtë rast, për shembull, na kemi u bazu në ato kërkesa që i ka klienti, tregon pak për veten e i thu këtë rast Blenda. Diçka që unë rekomandoj me bashkë, me përdor ChatGPT-n. Nëse jetë e pa në qëtë cover letter, unë kom folë shumë pak për vetën dhe eksperiencën tamë të mëhershme. Krejt ku e kom përdor eksperiencën tamë të mëhershme është me highlights, me vënd pa, çka unë kom bë më herët, edhe qysh qajo eksperiencë jam ja kam i ofru këtij klienti ndihmën e nevojshme për me realizu projektin që kërë ka. I kam cek toolsa që vetë se të nevojitëm për këtë punë, edhe që unë e kam eksperiencë me ato toolsa, e kom bë tash një sambull të mëhershme të asaj që unë e kom bë, edhe i kom tregu se çka kom i deliver, çka kom i japun atij kliente në fund, çka pret ai mbas këtij researchi që unë e kom bë, e bëj. Edhe në fund e kom lënë një notë që me zë të prasën punë bashkë, edhe që ka ndonjë pyetje mos me hesitu më shënu. Shumë freelancera kur dërgojnë cover letter ose janë cover letter teje gjenerike dhe klienti as nuk i lexon as nuk i shikon, ose janë cover letter të stërngarkuar, domethënë tepër të gjata ku ti folën detaje për eksperiencën tonë, për sa në çka ti i ki qysh të mundesh me ndihmu klientit e të ngjashme. Çka është shumë e nevojshme është që klientëve në work m'ju fol vetëm se qysh eksperienca jote i kryen punë aty, edhe qysh mundesh ti me kry qatë punë për cilën ai ka nevojë. Klienti sheh vetëm 3 rreshat e parë të cover letters tona. Do me thonë ai ka me pa qëta kur e sheh cover letter tam, aplikimin tam. Kështu që është e rëndësishme që në qëta rreshat e parë na me do mos m'ja marrë vëmendjen edhe me arrit që me bind klientin për me na marrë parasysh dhe me na dërgu një intervistë. Okay, attachments i vendos këto, do me thonë e bën attach files edhe vendos çdo sen që ti e ki që është relevant për atë punë. Klienti e sheh që ka attach files në aplikimin tënd, kështu që mendoj mos është rekomandueshme me bë. Nëse nuk ki attach files po e ki një link, atëherë në vend se me thonë attach as a sample, ti mundesh me thonë që hey, this is the link for my this is the link to my portfolio ose të ngjashme. Nëse nuk ki portfolio, duhet gjithçysh me ndërtu një portfolio nëse ki zhvilloj edhe me dëmos përdor ato në cover letter tona. Më pas nëse të shkon poshtë, mundesh me shtu certifikata e ngjashme, nuk ti rekomandoj me shtu këto, do me thonë fokuson në cover letter edhe në attachments që mundesh me shtu edhe në portfolio. Më pas e ki your bid, do me thonë kjo është sot do me bid për me dojnë në rankun e parë në aplikime, nuk të rekomandoj me bid, do me thonë vetëm dërgoj cover letter, sigurohu që e ke dërgu një cover letter e cila për një më është përmbathësore edhe e përfshin që ato që ti mundesh me ofru edhe i ofron klientit që sigurin që ti mundesh me kry punë, edhe më pas klikon në send for 11 Connect dhe aplikon atë punë. Nëse nuk e ki të mirë të ndërtuar profilin tënd, nëse nuk e ki një portfolio, atëherë unë të rekomandoj që me domos më fokusu në këto dyja, me ndërtu një profil i cili është email filled,
me ndërtu një portfolio dhe më pas me apliku. Nëse ke jenë fillimet të tua dhe nuk e ki asnjë portfolio, atëherë me domos ndërto diçka në bazë të ndonjë projekti personal tonin, në bazë të ndonjë ideje që ti e ki, po ndërto diçka sa më shumë me pas për me dërgu për punë. Okej? Qysh edhe e pam, kur dojna me apliku për punë, na duhet me patjetër me dërgu me Connexa. Connecti është Upwork currency, do të thonë është pagesa që na përdorim brenda Upworkut, monedha Upworkut. Pa Connexa nuk mundesh me apliku për punë. Çka është e rëndësishme me pas parasysh, është që çdo muaj Upworku t'i jap ka 10 Connexa. Kjo ka ndryshuar shumë prej të kalumes, më herët u kon 14, një herë u kon 16 muaj, po tash i kena vetëm 10 Connexa që na japin çdo muaj. Ti ke mundësinë me marr free connect, do të thonë nëse ti i kompleton një nga ose më shumë nga këto taska, mundesh me marr 30 Connexa për fal, ose mundesh edhe me ble Connexa. Për me ble Connexa klikon në buy Connex. Më pas të zgjedh se sa dëshiron me pagu, sa Connexa, për shembull për 150 Connexa, kushton $22.50, 100 për $15, mundesh me zgjedh një vlerë specifike që ti do në zgjedh e ngjashme, kur shkojna me 15 Connexa, edhe kena na lënë në tregu që përveç pagesës për $15, na kanë pagu gjithashtu edhe taksa, edhe shohim që në fund kemi pas në total prej 162 Connexave. Më pas klikojna në Buy Connex, diçka shumë e mirë që është gjithashtu e ki edhe subscribe Freelancer Plus edhe subscription form të Upworkut që ti mundesh pa pikë probleme me përdor. Do me thonë, zakonisht kushton 19.99 edhe nëse jetu menu me shpenzu rregullisht pare në Upwork për Connexa, atëherë mundesh me marrë edhe këtë platformë, përveç 100 Connexave që të vinë çdo muaj, ti ke edhe disa benefite tjera. Nuk është që e ke ndonjë plus më të madh pse e merr Freelancer Plus, po është një diçka që ti mundesh me realizu, ose mundesh me ble Connexa në mënyrë individuale. Edhe më pas klikojna në Buy Connex. Okej. Edhe shohim që na mundëm me përdor do të thonë çka pare që na vetë se i kena në Upwork, ose nëse nuk ki pare në Upwork, atëherë ti mundesh me përdor nëse nuk ki pare në Upwork, atëherë ti mundesh me shtu bankën që ti ke në Kosovë. Edhe ose Pioneerin bankën që ke në Kosovë, ose mundesh me shtu PayPal-in, okay? Edhe klikon në Buy Connexa. Nëse e shton bankën nëse lënë e kinë Kosovë dhe të dalë ndonjë error, i shton komplet të dhonat dhe dalë me Buy Connex dhe dalë error, atëherë çka unë të rekomandoj ty me bë është që ti me përdor VPN-in, do të thonë e merr VPN-in në desktop, e ndron lokacionin e bën Shqipëri ose ndonjë vend tjetër, edhe i bën shkon për me ble Connexa. E ndron VPN-in, e merr VPN-in, e ndron lokacionin edhe e blen Connexa. Disa VPN-a të cilat ti mundesh me përdor janë ExpressVPN, ExpressVPN, mundesh me përdor NordVPN, e të ngjashme. Nëse dhe kjo metodë nuk të bën, atëherë ti mundesh me edhe me përdor prej mobilit, do të thonë e përdor mobilin, VPN-in edhe me ble Connexa. E njëjta vlen edhe kur do të shtu për shembull payment method, get paid, edhe do të shtu një llogari tonën, edhe për shembull po do të shtu pajserën, po nuk është të bëmë shtu pajserën, atëherë ti pa pikë probleme mundesh me setup, me plotësu të gjitha të dhënat, edhe më pas me përdor VPN-in për me mujt me konektu nëse të dalë ndonjë problem i ngjashëm. Po kjo është pak a shumë metoda se që shtyte funksionon. Kohëve të fundit Upwork është duke i pas disa glitches prej lokacionit tonë, po shpeshherë po të penalizon ose po të log out kur ti po don me apliku për punë ose me ble Connexa ose me shtu ndonjë bankë, kështu që vetë që përdor VPN-in edhe se ki asnjë problem.
Për çdo pyetje që ti e ke apo paqartësi, unë ftoj me na shënu, e për me mësu ma shumë për freelancing, qysh me apliku për punë dhe me gjetë punën e parë, unë ftoj që me na ndjek në videot e tona të tjera në YouTube. Shihemi videon tjetër.